Edicioni 4 i festivalit folklorik në Kotë të Selenicës i arriti qëllimit, duke marrë kështu një sukses të merituar. Kështu është shprehur pas festivalit, kryetari i Bashkisë Selenicës Nertil Bellaj, gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora. Kryebashkiaku Bellaj tha se ky festival do të vazhdojë rrugëtimin e tij, kështu i suksesshëm edhe në vitet që do të pasojnë. Ndërsa sipas Bellajt, qëllimi ishte promovimi jo vetëm i traditës dhe kulturës së këtyre trevave, por në veçanti edhe trashëgimi i saj tek brezat e rinj. Po sot ishte nata finale e këtij edicioni, është edicioni 4 ku Bashkia e Selenicës ka një fokus shumë të veçantë ndaj promovimit të këngës slave dhe që në marrjen e mandatit tim të parë, puna e parë që unë kam bërë sekretar bashkie ka qenë pikërisht liçimi i këtij festivali, promovimi i këngës slave, sepse këtu në Kotë dhe Labëri nuk ka familje që nuk e ka në trapez këngën labe, dhe kënga labe është zëmër, është traditë, është histori, është një pasaport që kemi ne të Labëris, po një pasaport që shërben edhe për jashtë Shqipërisë. Sot u mbyll ky edicioni 4, por u hap te gjithë këngëtarët dhe gjithë publiku një dritare e madhe që vitin tjetër ky festival të bëhet edhe më i madh. Dhe do të vazhdoj kjo traditë. Patjetër nuk do ta lëm për asnjë arsye këtë festival. Ky festival është një nga aktivitetet i cili mezi pritet nga gjithë banorët dhe po të shkoni këtu në Kotë ka pasur dhe shumë të rinj. Dhe ky ka qenë dhe qëllimi, ky ka qenë dhe motivi, pra mbartja e këngës labe dhe te çimi te brezat e rinj. Pra brezat e rinj duhet ta duan dhe ta teçojnë këngën labe. Grupi i Vllajinës, grupi i Gjormit dhe shumë grupe të ftuara të tjerësh, të cilët ishin sot dhe për 3 ret në këtë skenë, bën atë që ne e kishim si qëllimin tonë. Me mjaft emocione u shpreh për televizionin 6+1 Vlora edhe drejtori artistik i festivalit, Sejmen Gjokoli. Sipas Gjokolit, festivali arriti pritshmëritë, madje mund të thuhet se i tejkaloi ato, ndërsa tradita do të vazhdojë. Për mua ka qenë përtej pritshmërive, mbasi në raport me edicionet e tjera u deklaroi publikisht që ky ishte edicioni më i përgatitur. Me këtë festival, Bashkia e Selenicës vendos një rekord, mbetet unike sepse ky është festival që organizohet vetëm në territorin e Bashkisë Selenicës, vetëm me grupet vendbanimeve të territorit juridik të Bashkisë Selenicës, dhe është një festival që është menduar pikërisht për të vënë në lëvizje të gjitha forcat artistike, shpirtërore, të këngës tradicionale të kësaj zone. Këtë vit unë ndjehem mirë sepse e para pati shumë arritje në cilësi, po pati edhe në masivitet. Mbasi disa grupe, si që ishte grupi Gumenicës, apo i Mazharit Sebasterit, apo i Mazharit Lapardhas, apo edhe Brati mbas një shkputje të gjatë, ishin pjesë e këtij festivalit, krahas grupeve të tjerë. Duhet thënë që rreth 18 grupe ishin vetëm të Bashkisë Selenicës, shto këtu edhe grupe të tjera të ftuara, sepse e ka bërë traditë ky festival që në çdo mbrëmje ka 2 grupe të ftuara që vinë nga territori jashtë Bashkisë, madje edhe jashtë qarkut të Vlorës. Këto edhe për të shkëmbyer eksperienca, po edhe për të përcjellje onë në këtij festivali, edhe për tej Bashkisë Selenicës, po edhe për tej qarkut të Vlorës. Dhe siç po ndjekim këto ditë, në të gjitha mediat, po edhe në rrjetet sociale, ka një përcjellje të hatashme që të vjen mirë, jo se përcillet këtu një aktivitet, po se përcillet një traditë që Labëria e ka në gjak, e ka në shpirt, dhe që kjo tregon përpos globalizmit apo edhe të ndonjërit që thotë që çfarë po bëhet me këngën labe, ne, pra grupet e Bashkisë Selenicës, po thonë që këtu jemi madje më vital dhe po bëjmë punën tonë dhe këngën tonë. Edhe për kryetarin e jurisë,
të edicionit të 4 të festivalit folklorik në Kotë të Selenicës, Kristo Qipa. Ky festival i arriti qëllimit duke u përmbyllur me sukses të plot. Jo, unë them se e te i kaloi qëllimin dhe te i kalimi nuk është problemi një festivali, se që është ky i 4-ti, është problemi që misioni për ta transmetuar të Brezi i Ri, them se u arrit dhe jo vetëm që u arrit si sasi, por janë shumë premtues dhe me cilësi dhe janë shumë pasionant në rrëmbimin dhe përvetësimin e këngës labe. Çfarë të veçantë kishte ky festival nga të tjerë? Që unë i kam ndjekur edhe në një festival kam qenë prapë në juri, ka shumë ecje përpara në anën cilësore, edhe sasiore se ishte rritur numri i grupeve. Është e habitshme që një bashki e vogël si Selenica ka shumë grupe të këngës labe që janë në kufolën e këngës shqiptare dhënçe. Por tjetër është që ne si juri patëm një veçësi shumë të madhe për çmimet dhe pikët që u dhanë ishe me indiferencë nga gjysmë pikë një grup me tjetrin. Gjë që na e bëri pak të vështirë, e kuptoj që do ketë edhe të qef mbetur, po këto ishin mundësit kyshte diapazoni për të vlerësuar. Mund të kishte më tepër çmime, organizatorët ta kenë parasysh vitin tjetër në organizimin e eventit të 5. U vure edhe pjesëmarrja e grupeve me të rinj. Po pikërisht kjo është dhe kësaj duhet i ngrëndjolli dhe për këtë duhet të shpallëm një festë kombëtare që Brezi i Ri, këngët tradicionale, kryeveprin e njerëzimit po e merr dhe po e bën të vetën. Duhet të vazhdoj kjo traditë në vijim. Kjo traditë duhet të vazhdoj në vijim. Patjetër, bilet duhet të jetë në mënyrë institucionale, sepse po u bën në mënyrë institucionale, ato ketë edhe sukses në të ardhmen.